Në ditën botërore të mushkërive, udhëoni i qytetit në Pogradec u mbush me mesazhe për klimën, shëndetin dhe ajrin e pastër. Në këtë kuadër, shoqata Ungruaja organizoi aktivitetin Frymo Pastër, jeta është në mushkëri, pjesë e nismës rajonale Breath Clean. Të rinë nga gjimnazi 14 e Ingjëjt Buçimas dhe shkolla 9-vjeçare Esa dhe Muamer Minarolli sollën mesazhe përmes një instalacioni artistik në formën e mushkërive, të ndërtuar me materiale të ricikluara. Ata u shprehen gjithashtu përmes një performance të heshtur me maska e slogane për klimën, duke ftuar qytetarët të reflektojnë mbi pasojat e ndotjes së ajrit. Pjesëmarrësit patën mundësi të ndanin mendimet e tyre mbi mjedisin e pastër dhe shëndetin, ndërsa përfaqësues nga pushteti lokal, profesionistë të mjedisit, mësues të biologjisë, artistë dhe përfaqësues nga shëndeti publik ndanë thirrje dhe diskutuan për kujdes dhe veprim. Ky aktivitet bëri bashkë të rinj, familje, mësues dhe qytetar të Pogradecit, duke kthyer artin dhe dialogun qytetar në një mjet të fortë për ndërgjegjësim. Nën kryetaria e Bashkisë Pogradec Sentela Gusho foli për rëndësinë e përfshirjes së komuniteteve lokale, qytetarëve dhe bizneseve në zhvillimin e turizmit qëndrueshëm, si dhe shfrytëzimit potencialeve të Pogradecit për të bërë një model i turizmit të gjelbër dhe të qëndrueshëm në të ardhmen. Bashkia Pogradec mbetet e angazhuar në ndërtimin e një vizioni afatgjatë për zhvillimin turistik, duke vënë në qendër mbrojtjen e mjedisit dhe përfshirjen aktive të komunitetit. Shumë e rëndësishme që në këtë ditë të gjithë së bashku të përpiqemi për të patur një qytet sa më të pastër. Qyteti tonë është i aduruar nga të gjithë dhe ju e dini që një nga shkaqet të turizëm të zhvilluar është edhe pastërtia e ajrit. Pavarësisht se Pogradeci është një qytet i cili nuk ka ekstreme të mëdha qoftë në temperatura të larta qoftë të ulta, kemi parasysh që këtej kemi parë një ekosistem i cili ndodhet në gjithësi me florin e tonë, që ndodhet rreth rrogën në qytetin tonë. Por duke qenë një ekosistem është aq i prishtë, duhet kuptojmë se prishja e njëri nga këta elementë do shkatërrojë gjithë ekosistemin. European Climate Initiative komentoi këtë aktivitet, çfarë mënyre fuqishme për të shënuar ditën botërore të mushkërive. Është frymëzuese të shohësh të rinjt, artin dhe komunitetin të bashkohen për të rritur ndërgjegjësimin për ajër të pastër dhe një jetë shëndetshme. Jemi krenar që mbështesim iniciativa si Breath Clean, që bëjnë veprimin klimatik të prekshëm në nivel lokal. Mesazhi i ditës ishte i qartë: ajri i pastër është e drejtë për gjithë dhe shëndeti i mushkërive është themeli i jetës së shëndetshme.